Në Shkodër ka nisur faza e dytë e projektit forcimi i aftësisë së ripërtëritse në Shqipëri, që parashikon hartimin e planeve të emergjencave për bashkitë, trajnime praktike për stafin lokal, si dhe investimin në pajisje dhe infrastrukturë për përballimin e emergjencave. Si një prej qarqeve me të goditur nga këto fenomene, ky shihet si një hap i rëndësishëm për të shmangur apo minimizuar pasojat e rrezikut të përmbytjeve, zjarreve apo fatkeqësive të tjera natyrore. Kryeja e Agjencisë së Mbrojtjes Civile Haki Çako, bërë me ndjesën e bushat të bashkisë VAUIDES, ka nisur punën për të parën qendra rajonale të emergjencave. Shkodra është e prekur si nga zjarret, nga rreshjet, nga rrëshimet, nga rrëshitjet e dherave, dhe prandaj këto përvoja na kanë mësuar se parandalimi dhe përgatitja janë gjithmonë më efektive se reagimi mas ngjarjes. Prandaj ky projekt ka një domethënie të veçantë. Na ndihmon të kalojmë nga një qasje reaktive në një qasje proaktive, parandaluese, duke fuqizuar jo vetëm institucionet, por edhe komunitetet, edhe qytetarët për të qenë më të përgatitur. Jo me dorën e Zotit ky projekt do t'i zgjidhë të gjitha, por do të zgjidhin çështjet më të rëndësishme që tham të vizionit që lidhen pikërisht me hartimin e politikave për investime dhe për t'i paraprirë apo për t'i parandaluar këto fatkeqësi natyrore. Në Bushat do të ngrihet qendra rajonale e ndërhyrjes emergjencave civile, e cila do të mundësoj rritjen e kapaciteteve operacionale, teknike dhe ndërhyrëse për të qenë sa më pranë bashkive, njësive të pushtetit vendor dhe njësive administrative apo dhe institucioneve të qarkut të Shkodrës për të menaxhuar sa më në kohë reale që të gjitha fatkeqësitë natyrore. Është një periudhë, sidomos periudha dimnore, e cila hasin vështirësi të mëdha 5 bashkitë të qarkut të Shkodrës me problematika të ndryshme, duke filluar nga lumet, nga erozioni në zonën malore, ashtu edhe me zonën e pyjeve të cilat shpeshherë në mënyrë të qëllimshme apo shpeshherë nga pakujdesia kemi zjarrvënie të cilat na shkaktojnë dëme të mëdha. Faza e dytë e projektit, që do zgjas deri në dhjetor të vitit 2028, synon ta bëjë rajonin e Shkodrës më të përgatitur dhe më rezistent ndaj fatkeqësive natyrore përmes forcimit të kapaciteteve lokale, trajnimeve dhe investimeve në infrastrukturën e emergjencave.